Dhe ne jemi gati për të luajtur Tiko Tako. Ai. Tani. Tiko Tako. Luajmë të mëngjes me Orianën dhe vajza tjetër quhet Ora apo Ona? Nora nga Tirana. Pas kam shkruar gabim. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po si jeni Ora dhe Nora sot në mëngjes. Shumë mirë. Ori, po nisim me ty Ori për shkak të alfabetit. Çfarë tregon ti për veten tënde? Po hiç asgjë, kështu surprizë telefonata juaj. Unë ju ndjek çdo mëngjes. Ti ç'a bën zakonisht në jetë? Atëherë unë jam mama, si shumë që ju marrin juve në telefon, po edhe punoj. Punoj për një kompani të huaj dhe tani isha para orarit të punës. Shumë mirë, kështu që je dy punësuar, si nën edhe si punonjëse pastaj për kompaninë e huaj. Super. Oriana, pra Ori, shkurt, ndërkohë takojmë te Norën. Nora si je? Përshëndetje, mirë, faleminderit. Do na tregosh ti ndonjë gjë për veten tënde, me çfarë merresh, punën që bën? Hiç, punoj në një firmë italiane, jemi çuar në mëngjes, kam dërguar djalin në shkollë. Gjërat zakonshme, si gjithmonë, nuk është se. Ai shkon vet, nuk ka nevojë që ta çosh ti apo jo? Po. E ka bërë gati. Ke bën gati, e ushqen apo çfarë? Po, ushqim. Është i vogël apo është i madh? Jo, është 9 vjeç. Është mesatar. 9 vjeç. Shumë mirë. Ai bëhet gati dhe po thjesht duhet i rish pak. Iri te koka, po se mund t'i vesh pucet mbrapsht, helbete, nuk e di. Po ndërkohë kemi dy goca që punojnë në kompani të huaja. Po pra, mesatar. Goza mos toni hiç, se kjo është monotonia më e bukur që mund të ketë njeriu. Këto ritualet e mëngjesit, këto na bëjnë njerëz të lumtur fundja. Edhe ato pushimet në ver. Para se të fillojmë takohemi për burrat, le të këta janë ritualet. Po ti ç'ke? Pse shkon aty ti ç'ke? Janë zotrinj, janë të mrekullueshëm gjithashtu. Nisim me Norën? Atëherë, nisim me Ori vjen e para në alfabet. Ori njëshin apo dyshin? Jo, fal, ke të drejtë. N-ja është para os. Okej, Nora, njëshin apo dyshin për ty? Sa bukur i ke bërë numrat. Nora do njëshin plenti. Njëshin për Norën. Gati Nora. Atëherë, për ty, sa më shumë fjalë, në 1 minutë kohë, të cilat mbarojnë me Ur. Gur, bët. Djegur. Si? Djegur, po. Djegur. Falur. Mbyllur. Zbehur. Zbehur, po. Qeshur. Puthur. Kur diçka të pëlqen se si duket, mbledhur, ose diçka duket shitur. Bukur. Mbaj shënima Bedin, po. Edhe një bukur. Zgjatur. Shumë bukur. Mbushur. Po. Mbushur, speca të mbushur. Çmendur. Speca të mbushur të çmendur. Dashur. Bindur. 14. Pluhur. Ose pëlhur. Pëlhur. Çfarë ishte? Rritur. Po. Tretur. Sa më që ke rritur, moj. Sa më që lutur. E tham lutur, apo pritani se si ka mas gishta drejt, sa i bie? I bie 18. Wow, bravo të qoftë, Nora. 18 je fituese për momentin. Hajde Ori, se ti mund t'ja dalësh Ori, mos hiq dorë. E di që 18 është një numër i madh, pak i rrumbullakët, po ta shikosh, por gjithsesi, nga ti, në 1 minutë kohë, sa më shumë fjalë që mbarojnë me Ia. Si shtëpia. Ose Historia. Liria. Çfarë ishte? Bukuria. Dhia. Uria. Dashuria. Varfë. Edhe një herë fundit? Mërzia. Varfë. Drejtësia. Po, drejtësia. Miqësia. Pasuria. E tham dashuria. Si? Varfëria ose hija. Pasuria. Është me i. Është pasuria. Qetësia, po. Kemi 12, jepi. 13. Besnikëria. 14. Mrekullia, 15. Liria. Dhe miqësia, drejtësia. I the të dyja. Perëndi.
E tha mrekullia. Perëndi. Perëndia. 16. Mos. As Perëndia nuk fiton. 18 është më e madhe se 16. Po, është e vërtetë. 77. 0. Atëherë, Ori më vjen keq, por 16 me 18 për Norën sot. Kështu që do të kemi një rast tjetër shpresoj së shpejti. Faleminderit shumë, ju përqafoj. Faleminderit shumë të dyve. Ndërkohë Nora ka fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital. Dhe të gjithë ju mund të përjetoni eksperiencën më të veçantë televizive vetëm me aplikacionin Digital. Regjistroni online në faqen zyrtare, mund të shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe të shihoni nga çdo cep i botës të gjitha kanalet live të Digital, shqiptare dhe ndërkombëtare, si dhe video librarin më të pasur me mira evente. Abonohuni tani lehtësisht në digital.al dhe përfitoni çmimet e një super oferte që nuk duhet ta humbisni, sepse Digital për gjithmonë pjesë e familjes. Shumë bukur. Pjesë e familjes. Pjesë e familjes. Kështu edhe një herë, sepse Digital për gjithmonë pjesë e familjes. Jo, nuk keni një soi. E thot shumë shpejt. Po ju e dini që unë mërzitem nëse ju nuk e thoni soi. Se kap dot. Pjesë e familjes pjesë. Sepse Digital për gjithmonë pjesë e familjes. Edhe një, hajde bëjmë bashkë. Se Digital për gjithmonë pjesë e familjes. Ore, si tani me Digital më kuptoj. E bëjmë shumë. Pjesë e familjes. 4. Sepse Digital për gjithmonë pjesë e familjes. Okej. O kënaqet tash. Po. Okej. Ku e do familjen e do kështu, e do fis. E do të madhe. Po pjesë e fisit. Veriore pra, e na fiset mëdha. Me halla, me gjyshër, me depozitat e tyre, me të gjitha. Okej, mirë, shkojmë tek remitantë. Falënderit sot, vetëm lekë. Me emigrant çka keni jaskeni. Na vjen një quiz muzikor. Digital është në fakt një familje më e madhe se ajo që jeton brenda Shqipërisë. Shqiptarët e diasporës me Digital bjan, ç'a doni? Se jam shqiptar. Po mirë, po ti jem për shembull, po ti jem i huaj unë, jetoj në Belgjika, në Francë, më duken shtrenjtë ato paketat e atyre për të parë sport. Digital zemra ime. Leon Digital. Sigurisht se ke komunikuar shqiptar. Po. Te me Ylli Agën me po pse jo me Ore ke komshiun shqiptar, edhe e pyet. Çfarë është kjo që shikon ti? I thot ai Digital. Është francez, i thot qu'est-ce passe? Qu'est-ce qui passe Digital? Jemi gati të dëgjojmë quizin muzikor për ditën e sotme. Ora çfarë pyeti të dy? When the river around. Ajo, s'ka lidhje. Unë se kisha mendjen fare, unë thashë ishte sigla. Po kemi një sigël për këtë. Edhe një, po pra di. Më tingëllon si njëri me një zë të ëmbël, melodios, shajëri nuk e harrohet. Xhaxhi Fluska? Po, bravo. Xhaxhi Spicy Margarita. Xhaxhi Fluska. Fluska, kështu vazhdon kjo kënga. Shumë mirë. Kemi edhe një pyetje të pamundur që ende po pret për një fitues. Gati gjysma e prindërve ju kanë thënë fëmijëve këtë gënjeshtër. Lexova një koment shumë interesant. Dikush thoshte që ju kemi thënë fëmijëve që kanë dalë nga sqetulla. Nga cila, nga e majta apo e djathta? Po njëri nga njëra, tjetri nga tjetra, se ka dy fëmijë që shkruan. Ose ju ka gjetë lejleku në pyll, ke qenë mami dhe ju salli. Kush e di? Ky lejleku. Mirë, provoni.